Ka ardhur plani I paqes nga takimi Trump-Netanyahu, një plan I cili në fakt parashikon shumë oferta për palestinezët. Një plan I cili në fakt kur realizova 20 pikat mu duk jo realist. Duhet thënë që kishte koncesione shumë të mëdha nga ana e Izraelit për sa I përket palestinezëve. Pra në një farë mënyre njifej autoriteti palestinez I cili shundon bregun perëndimor, njifej autoriteti palestinez edhe mbi rrypin e Gazës, pra nuk përfshihej eliminimi I Gazës si territor palestinez, njifej mundësia e rikthimit të refugjatëve, njifej mundësia e rindërtimit të Gazës dhe e fillimit të paktën e imediate të ndihmave humanitare. Pra ishte një plan paqe I cili në një farë mënyre e kthen rrotën mbrapsh në vitin 2005, atëherë kur trupat izraelite ikën nga Gaza dhe në një farë mënyre palestinezët morën autoritetin mbi këto dy territore, pra mbi bregun perëndimor edhe mbi Gazën. Në fakt atëherë ishin ditë ku komuniteti ndërkombëtar ishte entuziast për të ardhmen e Palestinës. U krijua ideja që edhe Izraeli do ishte I hapur për një bashkëtesë paqësore. U fol atëherë për mënyrën se si do lidheshin këto dy territore palestineze me njëri tjetrin nëpërmjet Izraelit. Mirë po gjithçka u përmbys kur zgjedhjet në Gaza I fitoi Hamasi, I cili ndoqi rregullin zgjedhjet një herë sa të fitoi unë, pastaj s'ka më zgjedhje. Ishte një kthim mbrapa I rrotës së historisë. Në fakt, palestinezët disa herë kanë refuzuar marrëveshje paqe. Duhet të përmend këtu paqen e afruar nga Ehud Barak, një kryeminist izraelit, ish ushtarak general I shumë dekoruar, I cili në një moment I tha Yasser Arafatit: plotësova 97% të kërkesave të tua. Të jesh I qartë që asnjë qeveri tjetër nuk do të afrojë kaq sa unë. Arafati I tha: unë rrezikoj kokën, nuk mund ta pranoj. Ehud Barak në fakt rrezikoi karrierën e tij dhe e humbi. Të njëjtin gjë bëri më vonë një kryeminist tjetër, Ehud Olmert. Edhe ai humbi karrierën e vet si kryeminist nga paqja që I afroi palestinezëve, të cilët nuk e pranuan. Dramatike është që Hamasi nuk e ka pranuar këtë paqe. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që së pari palestinezët janë viktimë të vetë personave që I qeverisin ose që flasin në emër të tyre, në këtë rast të Hamasit. Hamasi nuk është gjë tjetër veçse një koburë në dorë të atyre që ju duhet për interesat e tyre, shteteve arabe, ashtu siç ishte Arafati, I cili ishte koburë në duart e të tjerëve. Dhe kjo shërben si një palestinezët shërbejnë si një detonator sa herë ju duhet të tjerëve që të provokojnë kriza në lindjen e mesme. Hamasi e hodhi poshtë me frazeologjin populiste: nuk pranojmë, nuk mundemi, duam shtet palestinez, jemi të pavarur, e broshkulla të tilla që ju ka kaluar koha. Palestinezët janë viktimat e para të Hamasit. Unë kam frikë se mbas kësaj ata po bëjnë atë çfarë duan qarqet ekstremiste izraelite. Ta çojnë ushtrinë izraelite në një shfarosje totale të Gazës, në një shpopullim të Gazës, pra në ato që do krahu ortodoks I izraelitëve, krahu fanatik. Kjo do të jetë një dramë e madhe për palestinezët. Ndërkohë nuk mund të thuhet që Trump nuk ka bërë për paqen. Ka bërë, por fatkeqësisht pësoi fatin e presidentëve të tjerë. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.